darje 7 parti, që gara ishte pa barabart, kemi përdorimin në çdo burimi shtetëror, blerje vote, kërcënim të administratës, cënim të fshehtësisë së votës, madje dhe krimi në zgjedhje. Pra ti nuk plotëson kushtin e zgjedhjeve të lira të thënë nga Oso Beodiri dhe grupi monitoruesve të Bashkimit Evropian. Marrim drejtësinë. Janë 150.000 çështje të mbartura. Dhe Bashkimi Evropian në një sër raportesh vjetore, çdo vit del një raport përparimi për të parë ku është Shqipëria. Në gjykatën e apelit të përgjithshëm, ka një gjykatë Shqipëria apeli, se këtu e degradoi reforma në drejtësi, nga 6 në 1, duhet vi nga Shkodra dhe Korça në Tiranë, nga Kuksi dhe Saranda në Tiranë. Nga 41.000 çështje që kishën fillim të vitit vjet, ka 45.000 të mbartura. Kur do marrin drejtësi shqiptarët? Kur? Se nuk ka gjyqtar. Dhe po kështu është dhe apeli administrativ. Po kështu është dhe shkalla e parë. Dhe sistemi është në kolaps sipas vetë raportit. Atëherë, përveç rasteve të korrupsionit, të tunelit të Llogaras, të Akshit që janë shtyrë nga gjermanët dhe të tjerët, ne kemi zgjedhjet dhe shtetin e së drejtës, mbrojtjen e drejtave të njerëzit, se si mbrohen drejtat e njerëzit pa gjykata, qeveria të merr pronën, të heq licencën, të heq nga puna, s'të jep pensionin, ti nuk ke ku të ankohesh. Ka ndruar jetë njerëzit dhe s'kan marrë vendimin e gjykatës për pension. Atëherë, këto janë kushtet e Shqipërisë 13 vite mbrapa. Procesi është i pezulluar dhe po bëjmë hapa mbrapa se nuk ka vend evropian që të jetë narkoshtet. Nuk ka vend evropian pa zgjedhje. Nuk ka vend evropian pa gjykata. Kjo është qesharake. Kuptoj. Është tragjedi për shoqërinë e këtij vendi.